Krishtlindje plot magji në Himar. Baba Gjyshi vjen nga qielli. Shëndetoria e Himarës u mbush me buzëqeshje, emocione dhe gëzim pafund për fëmijët, ku një surprizë e bukur dhe veçantë erdhi nga kryebashkiaku Vangel Tavo. Himara feston me zemër të madhe, me vëmendje për fëmijët dhe me aktivitete që forcojnë ndjenjën e komunitetit dhe gëzimin e përbashkët. Kanë qenë të pranishëm në këtë aktivitet shumë fëmijë dhe prindër, ndërsa mes tyre dhe autoritetet të larta vendore dhe deputet. Në këtë ditë të Krishtlindjes, Baba Gjyshi i Himarës u shfaq ndryshe nga vitet e tjera, duke sjellë surpriza dhe emocione për fëmijët e qytetit. Nëse vitin e kaluar ai mbriti nga deti, këtë vit Baba Gjyshi zbriti nga qielli me parashut, duke krijuar një atmosferë festive dhe magjike në shëndetoren e Bregdetit të Himarës. Momenti më i veçantë i ditës ishte padyshim ardhja surprize e Baba Gjyshit, të cilin fëmijët e pritën të shoqëruar nga kryebashkiaku Vangel Tavo në bregun e detit. Me rastin e festës së Krishtlindjes, u shpërndan dhurata për të vegjëlit, duke sjellë ngrohtësi, dashuri dhe frymën e vërtet të festës në çdo cep të qytetit. Kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo theksoi se ardhja e Baba Gjyshit në Himar do të bëhet çdo vit me rrugë të ndryshme për të lumturuar fëmijët. Rituali i përvitshëm i Baba Gjyshit përsëri si vjet erdhi në Himar Baba Gjyshi. Menduam që ta sjellim si vjet në një mënyrë tjetër, një formë tjetër, e sollëm nga ajri, vjet e sollëm nga deti. Gjithmonë çdo vit do të ketë surpriza. Kjo është një festë tashmë tradicionale për gjithë Krishtlindjet dhe Baba Gjyshi. Në Himar ne është viti i dytë që po e organizojmë dhe e festojmë dhe sikur sa e patë gëzimi i fëmijëve në fytyrat e tyre ishte i qartë. Bashkia e Himarës është gjithmonë e angazhuar për të organizuar jo vetëm festat e fundvitit, por sikur se e kemi thënë vazhdimisht për të organizuar vazhdimisht gjatë gjithë vitit aktivitete për fëmijë dhe aktivitete tjera në funksion të turizmit. Vitin e kaluar Baba Gjyshi erdhi në Himar nga deti, këtë vit nga ajri, po vitin tjetër nga do të vi. E kemi thënë gjithmonë që Himara nuk ka vetëm detin, kështu që do ketë surpriza tjera patjetër, do të jemi këtu. Baba Gjyshi dhe dhuratat mbushën zemrat e fëmijëve në këtë ditë të Krishtlindjeve, shoqëruar nga prindrit e tyre, të cilët u mblodhen për të përjetuar nga afër këtë moment të veçantë që vetëm Bashkia e Himarës ditë u adhuroi aq bukur, me përkushtim, dashuri dhe ngrohtësi.